Tani po bëhemi gati për një përzierje të shëndetshme që do të na ndihmonte jo vetëm në pastrimin e trupit, por duke patur parasysh kombinimin e panxharit, mollës, xhinxherit, selinos. A kishte mollë apo e ke mollën ti në dorë, po. Mollë jeshile sidomos. Tani ty po të lë në më të mirë në habitatin tënd, sa unë ti pastroj, ti rregulloj, ti mund të flasësh. Pra, Niki mund ta lësh gjithë ditën për të folur për këtë gjëra. Tani e ke. Jo, me gjithë ditën për shpunka. Po kosin këtu ta shtosh? Është edhe për kosin. Pra një përzierje, një smoothie që i themi ne në kohët e sotme me panxhar, portokall, moll, kos, xhinxher dhe selino. Provojeni. Bëjni kështu mix të gjitha bashk. Dhe çfarë ju duhet tjetër dhe pak ujë për ta ndihmuar. Patjetër. Masën e ujit e merr veti. Për gjithë familjen, madje sa ti bësh ti gati, unë po të bësh tu direkt. Shumë mirë. Tek kanja. Shtoj selino. Peshte tek këtu tek kosi. Marr. Përse për pres të tillë? Shtem direkt, këtu të gjitha bashk. Çaji me xhinxher është çaji më i mirë. Edhe kosin ta shtoj tani këtu? Po. Me gjithë ujin. Këtu kemi. Po sepse xhinxheri është antiinflamator. Sidomos aziatikët e përdorin është një ndër turshi, edhe xhinxheri turshi është shumë probiotik i pasur. I xhinxherit është gjëja kryesore. Dhe panxharin të qëruar dhe portokallin, selinon e kemi shtuar, duke llogaritur dhe mbledhur vlerat e secilit prej një larje produkteve shumë e mirë e portokallit. Sepse dihet që poret mbajnë mikrobet. Na jep një energji, na rrit energjinë kur e konsumojmë këtë përzierje, përveç se pastaj elementeve që ka çdo jepi një gëzhë këtu brenda. Po kur ato bashkohen në mënyrën e duhur, siç kemi thënë në lidhje me sinergjinë ushqimore, pra kur bëhet kombinimi i duhur i frutave apo i perimeve për të krijuar smoothie apo këtë përzierje të butë, në mënyrë që ta shijojmë siç duhet. Ja, të ndihmojmë me ujë, shtojmë të gjithë elementet brenda, me pauza, që të merret gjithë sasia. Kemi që ditë të të shtuar. Shumë mirë. Është okej. Do ta provoj dhe një të fundit edhe e kemi gati. Po, shumë. Me thënë drejtën, më nuk pëlqen fare lëngjet e shtrydhura. Më pëlqen më shumë smoothie, ose për shembull një lëng portokalli. Është lëngu më i pashëndetshëm, kur ti e shtrydh dhe e konsumon ashtu pa fibra fare. Thjesht lëng portokalli. Ka vetëm sheqer direkt në gjak. Kurse kur e bën kështu në formë smoothie, ti ke bashkë me fibra, do të jedhësh prapë. Po. Dhe këtë konsumoj vetun? Po, nuk ta kam merak, fare atë pjesë e mbulon shumë mirë. Shtuam edhe pak portokall, marrim 2 gota? Që ti shtojmë? Marrim edhe 2 gota. Ja, kaq ishte. Tek supjerja ku bëni që përgatisni supën e fëmijëve, opa. Se kishte mendjen te unë sepse ha unë prandaj. Ku shkon gota? Jo shkarma. Ka të gjitha fibrat. Të gjitha fibrat brenda, edhe të gjitha vlerat. Te lëngu, me thënë drejtën, nuk ka kaq shumë vlera kur ne i shtrydhim frutat apo perimet. Po na more visin na. O, pja o. Me thënë drejtën unë zgjate dorën, zgjate. Ai të bëft mirë.
Ju të regove dashamirë se po unë nuk i ndajmë do të nuk i ndajmë se ka këtu për të gjithë. Jo, me që unë hëngra portokall, jo për një gjë. Po të regove me vërtet, më pëlqen ai shumë sa ta konsumoj vetë. Me gjithë respektin e të gjithë. I pëlqen ai shumë sa që si shkon më të këtë tjerët. Një kanë e plot ka për të gjithë. Janë bëft mirë gëzuar, kujdesuni për shëndetin, është shumë e shëndetshme. Dhe mundohuni që ti kombinoni disa fruta perime dhe çdo ditë ti shërbeni trupit tuaj, sepse dhe ai do t'ja u shpërblej një ditë. Shkëputemi për publicitet, po vazhdo tani bëri gjithë çokat me radhë. Jo, se kam për vete këtë. I shtojmë dhe pak ujë po të duam. Rikthehemi pas reklamave. Çfarë gatuaj më pas? Brumçe në spinaq. Le të marr këtë panxharin një herë, portokallin, kështu që të fuqizohem. Ja ju paça. Brumçe nga Bançja. Po, shihni pas pak.